Njërë Klodi dhe Eliona janë bërë qift jashtë dhe jo brenda në Big Brother. Në Big Brother ata janë pëlqyer absolutisht, por kur nuk kanë dashur t'ia japin një shans njëri tjetrit brenda në Big Brother, vetëm për të ishin viktim dhe ata e këtij lloji themi që e kanë bërë të tërpërloj. Jo, absolutisht ata e kanë zgjedhur që ta bëjnë jashtë, e kanë zyrtarizuar më në funditjen e tyre para 2 javësh, me njëri tjetrin edhe çfarë kanë ndarë dhe në Instagram. Unë jam me kontakt me të dy, patjetër, janë shumë të lumtur njëri me tjetrin, duhen jashtëzakonisht shumë, më vjen keq. Më vjen keq sepse po komentohet. Më vjen keq. Ja ta them edhe një detaj tjetër që gjej rastin që ta them këtu tek ju. Më vjen keq që menaxhmenti i një ish banoreje të Big Brother VIP Kosovës ka arritur deri aty sa ka paguar lekë dhe ka vënë njerëz për të mbyllur Instagramin e Klodit. Sepse gjithë kjo pjesa e famës dhe gjithë kjo pjesa e dashamirësisë që njerëzit dhe publiku ka karshi çiftit, me sa duket ka njerëz tjerë që nuk i pëlqen. Më vjen keq që ndodhin këto gjëra, ata janë të rinj, duhet i jepet një mundësi çdo kujt që të ecë përpara. E imi është ta bëj pyetjen e jote jashtë më pas të përgjigjes ose jo. Mund të jetë menaxhmenti i lëndrimit këy, meqense kemi parë që Tresha Jo, s'ka lidhje. Thash banoreje. Banoreje, e qartë, se nuk e dëgjuam mirë. Jo, nuk ka gjë. Qen ka femër, e qartë. Mund të jetë pra Brikena. Kjo jo Brikena, po Benita, me qenë se Tresha ka qenë në fokus. Unë mendova se ka një banori për këtë arsye. Ndoshta edhe kjo. Interesante gjitha këto zhvillimet. Unë pyeta kështu sepse u komentua shumë jashtë në rast se njëjtit po qëndrojnë afër njëri tjetrit për shkak të vëmendjes. Jo. Big Brother për ata ka mbaruar që në momentin që ata kanë dalë nga Big Brother dhe ata janë duke shijuar lidhjen e tyre në maksimum. Ishin dhe në Zvicër, tash janë në Gjermani, aty ku ndodhem dhe unë për momentin. Kemi qenë pjesë e një Alba Fest që u bën në Zvicër. Patjetër, ata janë më të dashuruar se kur. Janë një çift shumë normal, një çift shumë i bukur, që faleminderit Zotit edhe Luizit, Kiara, Klodi, Eliona, Gimbo, Selin, janë 3 çifte fantastike që nuk janë vetëm të bukur për të parë, po janë të bukur edhe në shpirt. Janë këto lloj njerëzish që neve në strat kemi pas nevojë gjithmonë, ky Gen Z-a i famshëm që ne na ka munguar. Ne për herë kemi pas drama nëpër çifte, për herë kemi pas drama tek këto lidhjet, kemi pas për herë ndarje bashkime, siç ndodhi për shembull kjo e Brikenës dhe Mateos, që mua më vjen keq u bën një lloj filmi bollywoodian dhe jo hollywoodian, një lloj telenovele indiane, një lloj Sarasvati Chandre që lidhu, pajtohu, ndau, bashkohu, bëu. Domethënë është një gjë që njerëzit tashmë janë mësuar me këtë gjëra. Të jetosh realitetin dhe të jetosh dashurinë që ke është gjëja më e bukur që mund të bësh. Kështu që unë i bëj thirrje, nëse ata duan përsëri ta vazhdojnë prapë të lloj marketingu që ata kanë bërë, të heqin dorë sepse marketing më të bukur sa realiteti nuk ka. Po, Elton, para se të kalojmë te diçka tjetër, ja qelluan vërtet me Benitën apo nuk dëshiron ta zbulosh emrin se kush vërtet ka ndikuar në Nuk e zbuloj, jam akoma nuk dua ta zbuloj emrin, nuk po them që nuk kemi qelluar, por nuk po them edhe që ja kemi qelluar. Po e lë evazive këtë gjë. Po unë i kam marrë patjetër